me librin Muzgjet e Bostonit, Voisa Vanello, libër me poezi. Ja po lexoj dy poezi. Si një realitet i përfytyruar. Ku të shkosh? Janë ca ditë pa dritë, pa ajër, pa diell. Diku një hanë, diku një humner, në cilën skaj të fluturosh, të gjesh pakës tokë, pakës ajër, pakës qiell dhe ndonjë njeri. Eci, si nëpër një labirint të errët, të gjatë, pa fund, ku drita dal nga dal po fiket e gjitha, përballë vetëm herësira e thetë, si një realitet i përfytyruar që s'dua të jetoj kur, asnjëherë. S'jam vetëm. Përballë gjallojnë drita, qiej, njerëz, gjithë ky ndritshim vezullonjës depërton thellë në shpirt, në mish, në gjak, në ndjesi, duke më transformuar në një univers pa cak, plot e përplot, me fantazi. Voisa Vanello.